nuk është që jam në luftë, por jam edhe në kërcim, vallëzim me këto institucionet, se lufta dhe kërcimi kanë të njëjtat gjeste. Edhe më pëlqen mu me e pa kështu. Pastaj kam vure, kur isha pak më i vogël, më i ri, le të themi, unë direkt, bum, i bia ballit me mentalitetin apo me gjykimin. Por pastaj kam njoftë edhe mrena institucioneve, njerëz që e kanë dorën në zemër, a din e shohin atë gjanë, e shohin që është e bukur, e shohin edhe të bukuren. Mundohen me ja dhanë rëndësinë, edhe e kuptojnë që janë vetë në institucion të përkufizum, të manipulum, apo të direksionum nga vetë sistemi, jo nga personat tjerë, po ja fajin kërkuj. S'ke si mi dhanë fajin askuj sot. Edhe kur unë hynë në institucion, ku ta di unë, mbështetem nga ministria. Për shembull, në fillim e kisha me siklet pak, sepse, për të pyesja. Por, e kuptova. Por në fakt, unë aty kam has njerëz të disponueshëm 100%. Institucionet tona janë jo kaq shumë të konsolidume, janë të thjeshta me i shpërba, me ripërba, tjera. Kjo është negative, për nga aspekti i të kanonit të shtet. Ka vetëm një gjë pozitive, sipas meje, që individet janë ma solidal njëri me tjetrin, ato që punojnë në brenda institucioneve. Unë i shoh në sy, i shoh i vëzhgoj të het, të fol me ta. Kanë ma shumë solidaritet pikërisht edhe për kësaj gjaje.